Virusit gripal, ndotja e ambientit dhe mbajtja e kafshëve në shtëpi janë shkaqet kryesore të alergjive, ku në pjesën ndërmuese këto alergji shkaktojnë astëm. Në Shqipëri 1 në 3 fëmijë është alergjik dhe në 40 apo 50% rasteve këta fëmijë shkojnë në astëm. Etleva Qirko, drejtuese e shoqatës së alergologëve, tha se vetëm në vitet e fundit përqindja e të prekurve është rritur në mënyrë drastike. Sëmundjet e tilla si alergji dhe astma kanë marrë karakterin e një epidemie dhe mendohet sot se 1 në 3 fëmijë vuajnë nga një sëmundje alergjike dhe gjysma e këtyre në të ardhmen mund të vuajnë nga astma. Astma është një sëmundje ku përbën urgjencën kryesore të fëmijëve në pediatri dhe përqindja e smurve me astëm është rritur nga 3% deri në 13%. Studimet kanë treguar që kjo prevalencë do dyfishohet çdo dekadë. Qytetarët duhet të kenë kujdes nga ambientet e ndotura dhe nga polenet e luleve përgjatë pranverës. Astma nuk është e shërueshme, por duhet të mbahet nën kontroll. Fatmirësisht në Shqipëri 80% e medikamenteve për trajtimin e saj janë me rimbursim.